Shumica e njerëzve nuk e njohin vlerën e atyre që i kanë pranë, derisa ti humbin. Atëherë pendimi nuk e kthen kohën, nuk e kthen më kohën pas. Shiko, kjo në fakt është një sprov natyrore. Jo vetëm në aspektin e pasurisë, nëse ndalemi. Nuk është që njeriu vetëm kur e humb pasurinë edhe i bie pishman. Po kjo në shumë aspekte. Edhe në aspektin e jetës bashkëshortore. Sa herë ndonjë bashkëshort apo bashkëshorte nuk e vlerësojnë njëri tjetrin sa duhet, nuk ja din vlerën njëri tjetrit sa duhet, po edhe në shoqëri, po edhe në shkencë, po edhe në aspektin e medicinës. Sa herë sa doktora të mirë që i kemi pas në vendin tonë, janë detyruar të largohen dhe ta lënë vendin, nga se nuk kanë gjetë hapësirë, nuk i kanë pranu njerëzit mesin e tyre, dhe kështu që pastaj ndoshta njerëzit i bin pishman për atë çka e kanë pas në mesin e tyre, mirë po ajo nuk do të thotë më se ata mund të kthehen prapë. Shpeshherë ndoshta ata pendohen dhe nxjerrin lot për ato njerëz, se për ato të mira që i kanë pas, ose ai bashkëshort për bashkëshorten e tij, apo edhe për hoxhallarët, apo edhe për begatinë e kohës, apo begatinë e shëndetit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që nxjerr Imam Buhariu e transmeton, thot: "Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas." Dy begati shumë prej njerëzve tregohen të mashtruar ndaj këtyre dy begative. Tha as-sihhatu wal faragh, shëndetin dhe kohën e lirë. Sa njerëz nuk ja din vlerën shëndetit vetëm pasi që trihen nëpër spitale. Atëherë thot, sikur të kisha shëndet, do të shkojsha në xhami, do të jepja sadaka, do t'i ndihmoja të afërmit, do t'i ndihmoja, do të veproja, mirë po tashmo shëndeti nuk ja mundson. Gjithashtu edhe koha e lirë. Sa njerëz tash kanë kohë shumë të lirë, mirë po se vlerësojnë kohën e lirë. Nuk ja dim begatin dhe vlerën e kohës së lirë. Për këtë arsye i gjen në humb kohën, në thashë theme, për gojim, bartin e fjalëve, gjithë natën për shpërndan, me qëllime për përçarjen e njerëzve muslimanëve, ndoshta vjen një kohë që ai kthehet dhe i bjen pishman krejt për atë çka ka kaluar. Mirë po, tashmo është vonë, ndoshta nuk i ka mbetë shumë kohë. Për këtë arsye duhet që njeriu të di vlerën atyre sende që ka i posedon, përderisa i ka. Sa herë kjo edhe në aspektin njerëzit në aspektin e prindërve, bamirësinë ndaj prindërve. Përderisa e ka nonën gjallë, babën gjallë, sa herë neglizhon vizitën e nonës dhe babës. Sa herë nuk i përgjigjet thirrjes sa bia apo sa fëmia nuk ja çon telefonin nonës edhe babës kur ata i thirrin. Pastaj një ditë vjen papritma se humb nënën dhe babain dhe i kujtohet ajo çka ka kaluar. Se tash në këto momente ai ndoshta krejt ka me shpenzu gjithë pasurinë e tij, gjithë jetën e tij, veçëm edhe një herë t'ja dëgjoje nonës zonin apo babës t'ja dëgjoje zonin. Po në aspektin e njerëzve të dalluar, hoxhallarëve të cilët thirrin për në rrugën e Allahut azza wa jall. Sa herë kemi pas raste që hoxhallar të mirëfillt nuk janë pranuar në mesin e shoqërisë. Dhe kjo me jo prej tash, po prej herët, prej shekuj më parë. Ne gjithë e dim rastin e Imam Ahmedit, rahimahullahu taala, i cili u burgos, u kamxhikos, u rrah, u torturua. Shumë prej njerëzve heshtën, nuk i dolën krah. Mirë po si përmend Imam Dhahabiu, rahimahullahu taala, pasi ndroi jetë Imam Ahmedi, në gjenazën e tij u pan me milion njerëz. Morën pjesë 1 milion njerëz, thuhen transmetime. Para mendoj, i ran pishman mas vdekjes. Ju pan sytë e tyre, tu çajt e tu rrjedh lot, ma tashmo humbi imami i dunjas, imami ehlu sunnetit dhe xhamatit. Humbi për ata, mirë pa Allahu azza wa jall ja ngriti vlerën Imam Ahmedit edhe sot e kësaj dite përmendet. Po rasti me Imam Buhariun, rahimahullahu taala, i cili
në Uzbekistan, në Bukhara, prej atje filloi dhe vazhdimisht gjatë gjithë jetës së tij u torturua, u përzu, nuk u dasht nga njerëzit. Pse? Për dy arsye. E para, për shkak se Imam Buhariu rahimahullahu taala nuk u shkonte sultanave apo emirave të asaj kësoje që t'u mësojë fëmijët e tyre në shtëpitë e tyre. Thonte diturisë i shkohet. Dituria nuk vjen. Dhe për këtë arsye ata për shkak se Imam Buhariu nuk u plotësonte dëshirën e tyre që atë shkojnë të mëson enkas, për shkak se këto fëmijë e elitës së lartë duhet të shkojë Imam Buhariu rahimahullahu taala special për të mësuar fëmijët e tyre në për pallatet e tyre. E Imam Buhariu këtë gjë nuk e pranonte. E janë me këtep. E janë me këtep, thonte. Eja të shtëpia ime, eja të vendi ku caktohet dersi, ligjërata. Nëse do që të kesh bereqet. Për ndryshe, siç kanë thonë shumë për dietarëve, dituria nuk arrihet me shka, me rahatin e trupit. Ti duhesh mu lodh. Dituria, kanë thonë disa dietarë tjerë, dituria nuk t'je pak përderisa ti t'i jepësh komplet diturisë. Nuk të jep pak, përveç se nëse ti jepësh komplet i gjithi diturisë. Dhe e dyta, shkaku i zilis. Shumë njerëz, shumë prej atyne të cilët ishin në kohën e tij, shumë e xhelozonin. Dhe kjo e detyronte Imam Buhariun që vazhdimisht e nxjerrsin prej një qytet derisa s'kishte koha të më mbledh edhe e librat e tij. Mirë po, a u harroi Imam Buhariu? Çdo ditë përmendën më së pakti 1 milion herë ndoshta. Allahu akbar. Gjithandej botës. Allahu akbar. Kjo kush e pruket? Sinqeriteti atij me Allahun azza wa jall. Fama nuk i mbaroj. Fama nuk i mbaroi deri në ditën e gjykimit Muhammed ibn Ismail al-Bukhari, nga Uzbekistani. Nga Uzbekistani. Nuk ishte arab. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk ka vlerë arabi ndaj arabit, as i bardhi prej ziut, përveç se me devotshmëri. Gjithatë edhe Allahu azza wa jall thot, më i miri prej jush është ai i cili te Allahu azza wa jall inna akramakum indallahi atqakum. Allahu thot më i ndershmi, më i vlerësuari te Allahu azza wa jall është ai i cili është më i devotshëm, që i friksohet Allahut azza wa jall më shumë. Për këtë arsye njerëzit kur i kanë këto njerëz, kur i kanë njerëzit e ditur, hoxhallar, doktora, inxhiniera, në mesin e tyre që e meritojnë me plot kuptimin e fjalës atë emër, zakonisht neglizhohen, nxirren, përzeren, ose duhen që ti e heshtin për shkak se e din se ata nuk bëjnë pazarllëqe të ndryshme me fejen e Allahut azza wa jall. Ta e kanë marrë këtë fe mision, jo profesion. Për shkak se tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dietarët janë trashëgimtarët e pejgamberëve. Pejgamberët si e patën, çfarë e patën fejen? A e patën profesion apo e patën mision të përcjellet fjala e Allahut azza wa jall. Për këtë arsye njerëzit nuk u din këtu në vlerë. Zakonisht vetëm pasi ti hupin, përfundojnë jetët e tyre, atëherë thoshim e kishin mesin ton filanin, e kishin mesin ton filanin, e kishin mesin ton filanin. A çka me botash, i kujtojnë këshillat e tyre, ama është vonë. Për shkak se edhe vdekja e dietarit është musibet, është provë, është alamet për afrimin e kiametit. Për shkak se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se fitnet do të shtohen. Dhe dituria do të ngritet. E çish ngritet dituria? Allahu azza wa jall e nxjerr prej zemrave, prej gjoksave të njerëzve diturinë? Jo. Si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dituria ngritet me vdekjen e dietarëve. Prandaj thon te Abdullah ibn Mubarak rahimullahu taala se dietarët janë mëshirë për tokën. Dietarët janë mëshirë për tokën. E kur të humbin dietarët, kur vdesin dietarit, humbin njerëzit. Humbin njerëzit, devijojnë njerëzit, për shkak se s'ka më kush i afron, kush u mëson atyre rrugën për te Allahu azza wa jall. Prandaj me një qytet, thonte shehu jon, Allahu e rujt, Ahmed ibn al-Hafidh al-Shankiti, unë shpeshherë postoj prej tij, se prej tij kemi marrë shumë prej dobive, porosive, kemi marrë dituri prej tij. Thonte me një vend ku shtohen dietarët, paksohet sherrri, e keqja dhe shtohet e mira. Me një vend ku ka pak dietar, paksohet e keqja
paksohet e keqja, ama paksohet edhe e mira. Më një vend ku s'ka hiç asnjë dietar, aty vetëm shtohet e keqja. Devijimi. Për shkak se s'ka kush i nxjerr njerëzit prej errësirës në dritë. Për këtë arsye, to a dim vlerën atyre të cilët i kemi pranë, sa i kemi pranë. Mos bëjmë për atyre të cilët pendohemi kur t'i humbim. Sa atëherë mo, është vonë.